Gjak. Ta po fjahojnin e shumë faleminderit, inshallah shihni për të mira. Kosovës me dhim gishti I vogël Tyrkis ke trupi edhe. Se shiftoj, një dërën e lon tjetërën, e dy durët e lon kryet. Një mirë, faleminderit. Apo shkona? Thashtë Apo shkona? Me haqëm ku folë që Ja, tash. me haqëm ke folë. Recep, që da më steqet. Çka do me thonë kjo se nëse Kosovës I dhem një gisht, Turqis I dhem krejt trupi se ka shumë shqiptar, gjithandej. E në përven e kyqe. Ere shqiptar, po adin kulturën e kemi njët, historinë njët. Po, 500 vjetë kemi nejtë bashkë, në edhe masane. Një sëfër kemi hangër bëk, 500 vjetë kemi hangër bëk, një sëfër bashkë, një të olim bashkë kemi nejtë. Po apet mas 100 vjetë u këtuja, apet bashkë kemi. Bashka? Për Balkan, apet bashkë një sëfër jemi bashkë. Mirë shumë, gjatë kohës luftës ju keni prit numër të madh shqiptarëve, gjithë Turqia, po sidomos në Burës. A keni qenë atëherë në krye të kësaj shoqatës që keni themelu? Po, Kosova, Shkupi, Turqia, është? Po, 3 muaj, në 3 muaj, 11-in, 1909 kemi vendës. E keni kriju këtë shoqatë? E kur jemi shku të kryetari I Brusës, e këmë thonë e këmë vendës këta, që më ka thonë, pse se keni qitë ma heret. Ata vëllazniet tërë, mirë bo, me kanë vazhdu për me në herë. Shumë interesant I ka thonën kryetari I Brusës, atina sekretarit vetë, kur të vinën kryetari Kosova Shkupi, ere me konë takime më ledhimu nuk më kallëzu mu, se pra ata vëllaznit tënë, Dale pres. Derin e ki qenë 24 sa. A është e vërtet që kryetari I Brusës, apo nën kryetari është shqiptar? Kryetari Alia një vjet për qeverisë, është kryetari këti Brusës. A je për qeverie vjen. A komunës, I komunës, se Brusa ka 17 komuna, 17 komuna. Këtë atë Brusën, kryetarën është Recep Altepe I Shkupit. Nga Shkupi? Po I Shkupit. Shqiptar. Ju keni mbaru shkollën në Burës, po keni mbaru edhe ushtrinë në Turqi. Keni shërbyer si ushtar. Unë 1972 të një konë ushtar. Atërë ka 20 muaj me bo ushtar. A 20 muaj? Periudha e luftës në Qipra? I kom pasën 14 muaj me konë ushtar. Jam parashutist më konë. A parashutist? Atërë më këshirë kënona, parashutist më konë. Au? Më lufta 74-ën me Grek, Kiprën. E me parashutim shku ju në luft, vetë jë më konën. Një 3 muaj e gjysë, kemi luftue. Po, ku tjenë lufta ushtarë, më ushtarë së është përgja. Se më më dhimë shimë të në Kosovë, pa të ardhen të të nishin, e pa ta jesh ka lufta, dina tje, ka të ishin këtë vëllazim bashkim, qysh mod, vëllazim bashkim, dhe shë këta gjinë. Ska. Po kur, fmi, gra, plesh, me dërë si kemi prek. Ishtë të punu në përarë, veç e këshishë ma ka arme, mësë pas, e nashim të punu, se prekë shëmeq. Ata ku ishë dhe përkatune, gra, thmi, faqezit bëjshë. Po, A ne, ja. A ushtar, ma ushtar, së është kërgja. Ma mirë se me dekë për vata, s'ka kërkër. Pse na jemi mashkull, pse na ka rritë nana baba, me rujt, familje me rujt vatanin. Se pa vatan, s'ki kërgja. Kërgja s'ki je. E për që tha, ke kësmet, shkëva, po nana tha ke 3 muaj e gjysë këm kajt, kur jasaki së kanën, veç ka nete me lëtë, sa ke marrë pjesë me luftë. Shëqër që ke shpëtu. Kur unë dhez lufta në Kosova, ke menu marrë luftë në Kosovë? Na u ka nevojit edhe parashutista, dhe pëse s'kemi alo, as avion, as helikoptera. Unë shumë këm po sef, po 98 për ta shku atje Sarajevo, veç shkoj, adin, po së mlan me hi, e natën mas e hinë në ato, jem konë në këtë. Ja arë në Kosovë. Ja arë në Kosovë, e këm shërtit këtë Kosovë, këtë shpijat kaltë, veç ishim net a gjakt. Ere ku ishim, po që zizë, ane Kosovë u mo lufte e, nuk është e pashtë, se me familje, e luftë nuk është.
Janë vra gra, fëmi, Pa pleqe, push, plaka. pa arme, qysh mund është ti me shku me bo zullum? Po veç ata e bojna, po për këtë Kosovë, kush e ka dhënë jetën? Kush e ka qenë një bardhak ku ja ka dhënë dikojna? A për mua, aty në ushtar kush ka liftue, a janë nan, a i bab, që ja ka qenë një bardhak ku aty në ushtarve, ma që aja ka punu ma shumë, se one që po liftoj. Se pa uj, pa boks, mu me liftue. Ratë të nana, dëshmëre, kush e me dëshmëre, mësë mërzite, një kanë shqip e vlat, për këtë vatan. Do të me konë kranar, mësë mërzite në heq. Kush e ka dhënë jetën për Kush e ka dhënë vatan? jetën për vatan? Për atë dhe. Për atë dhe. Për Kosovën. Do të më mërziti, do të me hecen, era madre. Për shqiptarin. Mirë, zotri Recep, ju përmes shoqatës juve, Shkupi, Kosova, Turqia, kështu quhet? Po. Shoqata juaj, keni bërë shumë aktivitete, keni bërë shumë iniciativa, keni ofru qytetet me qytete, do më thonë, i keni vllazëru për shembull, e keni vllazëru Prishtinën me një komunë të Bursës apo me Bursën? Mas parere me bo Gilanën, e kemi bo në 2004. Ti mas pari venin tonë? Po, o konën në tëre kryetare, po, mas ish bo pavarësi Kosova, pak të që mas politik. Po, kur imi i ardhen të kryetari i taku, ma ka dha mineri kanë lidhën, i më shku në Tyrkije, kanë pranu me herë. Thani Gilanën, Prishtinën, Pejnë, Tash Ferizaj, Prizrenin, Malisheven, Kamenicën, e fundan, është thashtë e kanë me bo me një komunën, është mbrusë Ferizajin, atë dokumentin e kanë nisë, e kemi dhonën, ere shkollat i kemi bo vlazni, shkolla fillore, shkolle teknike. Pse shkolla teknike? Se këtu pishëtit i shkollat, Më thonë, keni marrë iniciativa më bo bashkë. Qysh më bo? Më bo motra, a më bo vllazër? Më njëftë, sot më ora në fëmija të ri, më orde me nipin dhe, më takue, më njëftë, me mesën teme, atëra të rritë, se këtë televizion është ma ambasadari malë, e që atë i kom posë kanë të komunat, në bo shkollat, të ashtë i mes fundën e kemi bo Prishtinën, klubin me Brusën. Po, klubi futbollit Prishtina me Bursa Spor, Bursa Spor, ju më bo që janë vllazëru tani, a? Po, që një bashkëpunim. Ere që ta është Mitrovicë, shkollën teknike, fakultet, në qitë mujë 21 kanë Më thonë, 2 fakultete teknike, edhe i Bursës edhe i Mitrovicës janë... E thani më ardhen dhe me bo pratika atje në 1 muj, 2 muj, ata më ardhen të muj njërë. Me bo shkëmbim studentësh, profesorësh, apo? Nam mësu diçka, ju pide mësu diçka. Këtë vajzat... Po, tash i kemi do uniforma këtu, Bursa Konfeksion, po shkruan. Kjo është iniciative juaj, ju keni hap një lloj mini fabrike në... Ja, fabrike vogël. A fabrike vogël, mini thash, mini. Këto mëtrat, në vushtri, na kanë ardhen, patëm që ju bo shkollë vllazi teknike, si që shkollë ka 5 vajza bje pru me bo pratike. Që ka shkollën teknike, e s'kanë mujtë me shku në fakultet, e marrë diplomen, me punu diplomen s've kërqa. Ka për vjerë që dhe të rinë. Ata njët, me orë me punu, me bo vesh pratike. Faleminderit vështërisë doktor arsimit, ere kryetari komunës, tha s'ka problem, se më smush mi bo 20, një grup me bo 20. Një grup, do ishe me që atje? 20 vet një klasë që mi mësue. Erdhen pi Mitrovice 5, pi vështërisë, 10, pi Kamenice 5, u bërë 20. 2 muaj ditë kam bo vesh pratike. E ju ku më thonë këtyne, veç me që këtë përpjet, ku me qitë Kosovë. Do më thonë me mësu, me punu. E unë kanë ngu mirë, kanë ngu vetën mas fare. E ju në mësue, kër erë dhe këtu, qëka pënone? Ju, kur zha. E pëse... E krytë praktiken, diplomat i keni, pas po Ta nuk punoni. theva në brus, kemi një pranor është Kosova i nderi ambasadari Brusës, Faretin Güllener, i ka 1800 pëndër, ere komuna e Brusës, Recep Altepe, ere öde ekonomik e Brusës. Shkova besedova. Këta kanë 2 muaj ditë, kanë bo pratikën mësu mirë, po mundësi s'kanë.
Qa ka? Veç i ka thirën ata profesorishka që sa maqina duhen, qka duhen që me bo? I kanë kalzu këta, në 20 maqina i kemi pru, qka ka që nevoj? I kemi pru, i kemi vyqim kamion, i kemi pru këtu, e kemi zonë një ven 250 euro me qire, që një 20 ditja ka njëse me bo pratike. Ne ja kemi dhonën grepin, dhe të zonë peshkim vetë. Se kemi dorë trokite, dhe gjutë se e bukur kjo. Ne ja u kemi dhonë grepin, këto duhet me zonë peshkun. Vetë. E bukur kjo, shumë e bukur. Plot iniciativa, ndihmë shqiptarve në luft, vëllezërve në luft, ndihmë pas në vllazërimin e qyteteve, ndihma humanitare, njohja vllazërimi, kur të kam pyet atë dje, kur jemi takuar, thoj ke jena bo vllazëri, thojsha, në gjuhën shqipe i vjen motra se do më thonë gjinia femërore. Qytetet tha, kardashler, na themi, vllazën këtu nuk... Se vllazën jemi, se a thash, kulturën, historinë kemi njajtë. Sigurisht, vllazën jemi, një gjak jemi, Recep, Gjilan, Prishtinë, Shqiptar, s'ka. Qëfar iniciativa tjera mendon shoqata juaj me realizu në Kosovë, zotre Recep? Valla, na mas shumë të për Kosovë, që shkolla tekniket, apet këmi vizitu kret, e këmë marrë me kryetarën e Brusës, se përshkojnë shkollën teknike, makineri, e 3 vjetë për para arë, me ka zuj, këmë ba 20.000, e ka kërëshë makineri e CNC torna. Kanë e 3 mujtit ata. Aty kam më pratike. Kanë bë një kurs që plot. Këtë ishin një punë për në ishin. Nash ishte qatë, për kam i qef, ku anë një shkollë teknike, më shku me adhon 1 metara, matme. Adhin që matën heker kumpas. Shkova një shkollë, kumpas nuk ish. Këtë hërik, e qysh mësuet e thmi? Që ka më bë profesori? Kush në mësuet me bë, me adhonën një qelsa, dona, qers me adhon dërë, në që kish me adhon, në ti pëshoj kryt, në ti pëshoj gishtit, në qëtë gaq, gjak, në qëtë sot për gjak, e mëson të një qysh me shumë pak. Qysh me jam shumë pak ose heqe me punë mirë? Pa, një me mësu dërën. Ati jam bërus, 9 vjetë, 11 vjetë, është shkolla, veç pratike, marrën me tel, a i thani tel, kere marrën, thëmijat, vasër, i grisë dërën, e të grisë, kanë, so problem. Mas 2 ditë mësohet. Tani bëhet makineri, inxhinier, e bon ormen, e bon tenkin, e bon... Këtë e bon. A dhe tongësin, tashi me që porrin goxha shumë edhe në për Kosovë edhe në për Shqiptarin përgjësi, a jemi punëtorë në Shqiptarët? Qëre, shumë gjindë me që më koktë. Shumë gjindë villushëm. Zemra po më ka. Po këshviru mund si s'ka. Unë që 3 ditë kesh një farë, dhe e thëmë bakal. Ishtë një 5-6.000. Thash të marrë ka një qokolot tja vjetë. Me një shqitore, bakal, shqitore fshati, kështu? Shumë interesant. Një unë e kishë ndërë një qokolot, unë e tha, kam, a i shë që jam, tha nuk, ati na jepja. Thash, kete këmë një adhonë, nuk e muër. Qëre, ma shkëll e modhe, se qa jo, ku të bënë që ashtu kretë, që atërë Kosovë është ka përpjetë. Qa du të me bënë? Po, të lutëm, qa du të me bëna? Me ardhë ma shpesh të ju të këne me i shkëmby për vojat, ha? Qëre, sa të vinë ma shpesh, ku të vishti më në ardhë, unë e fëllë Shqip, e mësë një pjenë në laf Shqip. Ti më zbërë fëllë vetur që? A nëse unë e vi, flasë me një tonë dhe mëson Shqipaj? Unë e fëllë me ty, një laf e mëson. Sa e bukur, vjen ti, e perfekcionon me vlaun tanë, me dajnë tanë gjuhën shqipë. Ere ta të rritë mi pru këtu, për Turkije, ere ta të rritë mi pru atje në Turki, një avdit, 10 dit. Erdhe nda thëmi dvazër, me mesel teme, babgjësht tha, kjo tha s'pëdi me fëllë. Tha ke Shqip, e Turqe, a i tha ke kjo në mes, ajo të s'pëdi me fëllë. A i tha ke s'pëdi, a i s'pëdi me fëllë. Po, mas një avdite, u morën vesh, ku nëse më da, s'mu shabida, të kajtë. Mërzitëshin për një tjetërin. Sa e bukur. Ere që këtë televizion është ambasadori maj mbadë. Televizioni. Televizioni.
Unë shpresoj që keni më na shiku nëse keni satelita atje, se 21 është në satelit. satelit. Të është belje valla po ka zëj. Shkurta veza pa keni program shtunën. Po? Rreteke. Po? Këtë më lëshëm e këshishëm raditat, veshën komptar, i ka zëj nipit meset që shqiptare ka kantën që shtë, redjet që shtë. E ka nek. Ta shte i qenëm televizionin, nuk mujmë me zjetë mi thonën që kjo është raditat e shqiptarëve. Meset s'mujmë mi thonë. Nashta ju jeni rast këtu, na tunt jemi. Jo, as na nuk jena rasboll, kemi nevoj, po këtu se di, po traditën, neve, na kulturën, tunt artin. Mirë shumë, sa bukur flet, jeni rasboll. Po jo. Jo vëlla dhe jena ras, Po bile sa jena ras po- me njëni tjetërin fort. Na për kulturë jemi tunt. Së dheshte ma komptare mi Keni thonë. plotësisht drejt, ka nevoj për programe, televizioni satelitor, e sidomos ai publik, RTK-ja që thonë ju, e ka për detyrë me i kultivu vlerat tradicionale, ato që juve ju pëlqejnë, me ju sjell diçka të bukur e patjetër. Besoj që nëse i kemi bëj kriminal, do t'i bëjmë prapë, nuk i nalim, do t'i mbajmë lidhje tani, se janë njerëzit si ju, si na, këtu edhe do t'integrohemi më shumë, se duhet patjetër me kallëzu sakt. Nëse jemi 7 milion në Ballkan, edhe 7 milion Turqi, populli madh të kemi 14 milion. Ti jemi 75 milion. Sa fëmijë ke? Një djole 2 qika i kam. Një djalë, 2 vajza, 2 qika. E na jemi 3 vllazni, 2 motra. 3 vllazni, 2 motra. Si kanë emrat vllazërit? Vllai i madh ka Ismail, unë Recep, i vogli Ali. Po mu ju më qillu i dyti, por dorë që të vllavi madh, a me në rrugë vllavin. Po. Raditat e shqiptarit me majt, por dorë shkojmë të vllavi madh, çaj me pi unë më i vogël, a A, për ai vogli bëj zmet, unë